Mirë se erdhët podcastin më të ri të nyjes titulluar Raportime zanore. Kjo nisëm do të ofroj për dëgjuesit dhe ndjekësit tanë 9 episode që përvijojnë angazhimin e redaksisë sonë në tema sociale, kulturore dhe politike në qytetin e Kamzës dhe përtej tij. Duke e bazuar punën tonë kërkuese në artikuj të thelluar të publikuar më parë në rubrikën Raportime nga Kamza, synojmë që të vazhdojmë trajtimin e këtyre temave që lidhen me shërbimet publike, kulturën, komunitetet e marginalizuara, financat publike dhe të drejtat e njerëzit. Në podcaste do të dëgjoni biseda të zhvilluara në terren, në lagje të ndryshme të Kamzës, të kombinuara me biseda më të shtruara me studentë, aktivistë, qytetarë dhe studiues. Në takimin ton të parë do të dëgjoni më shumë për jetën e përditshme të punonjësve të huaj sezonal në Kamës, të cilët janë angazhuar kryesisht në sektorin e ndërtimit dhe industrinë fason, dhe marrëdhënie e lokalëve me ta. I am 17 months. Për 17 muaj gjendem këtu. 7 muaj kam punuar në Palas edhe 10 muaj këtu në Paskuqan. Këtu ka shumë punë, atje ka pak. Gjithçka shkon mirë. Punojmë 8 orë, fillojmë në 7:30 e mbarojmë në 4. Paguajmë 600 euro dhe shpenzimet na imbulon pronari. Qëndrojmë në Bathore tani. Javën tjetër do të vim këtu ku qëndrojnë të tjerët afër punës. Do të jetë më mirë atëherë. Punëtori që sapo dëgjuam ka emigruar nga India për në Shqipëri vitin e kaluar dhe punon në një kantier ndërtimi në Paskuqan. Atë dhe një prej kolegëve të tij e takuan pas orarit punës teksa prisnim që supervizori i tij shqiptar të vinte dhe t'i merrte me makinë për t'i çuar në shtëpinë me qera në Bathore, që ua paguan pronari i kompanisë për cilën punon. Bashkë me të punojnë 10 punonjës emigrantë. Shumica e tyre edhe banojnë pranë vendit punës në një banesë të siguruar nga kompania për të cilën punojnë. Disa jetojnë gjatë në Kamës, por zonat ku punonjësit e huaj punojnë janë disi të përcaktuara. Në Paskuqan, rritja e ndjeshme e ndërtimeve të pallateve ka sjellë nevojën për më shumë punëtor krahu dhe mjeshtra ndërtimi. Kështu beson edhe supervizori që vjen t'i marrë. Me një makinë të vjetër, tip Benz, dhe pyetjes nëse kanë ikur shqiptarët apo duhen më shumë punëtor se çka, me këmbën në freksion ai thotë: Një ditë tjetër zhvendosemi në Valias. Jeta e punëtorëve emigrantë është e ngjashme me atë çka përshkruan Kristina Mellona me artikullin Jeta e padukshme e punëtorëve emigrantë në Kamës. Komuniteti i atjeshëm është i njohur me faktin që 5-6 punëtorë nga Siria jetojnë aty, por pak kush i ka parë dhe rrallë. Dallëndyshja është zonja që në cep të pallateve të Valiasit shet fara si një mënyrë për t'i shtuar ca para më shumë pensionit pamjaftueshëm dhe na tregon për ecejaket e tyre për të kryer blerjet e nevojshme. Janë ca që kanë nga shteti, janë ta kanë parë që janë me qëra, po gjina, janë njerë, se po na bëjnë ato. Unë i kam parë që marrin bukë, marrin ujë, marrin gjëra, i kam parë kështu dhe në zdin flasin, unë i themi ne robi, ato i asi gjë. Edhe qofse shteti unë i ma, mirë do bëjë, sa na bëjnë edhe ato. Kush i bën keq vetë. Po një që punon me djerë të që i lakon, edhe zoti e beko. Kur e pyesim zonjën dallëndyshe nëse largimi i shqiptarëve ka rritur kërkesën për punëtorët e huaj, ajo thotë se edhe këtu ka punë. Edhe që po shqiptari i thotë se këtu është leku i vogël. Për ne i kanë jashtë shteti. Këtu e madhja sa është për neve 30. Më shumë se 30 janë. Qënimet janë njësoj, të jashtë shtetit, të këtu qënimet janë njësoj. Duke ne janë leku vogël e qënimet janë njësoj. Ja që mora soto, mora 2 papigjana, 2 ashtu, të konë 6.000 lek, ashtu në vogël, 6.000 lek. Sa vete për gjela, 10.000 lek? E që ishin ato speta, papigjane, ashtu po me mish mërene janë këto, ashtu 3.500 lek kilja, mishin mërene kanë këto. Më tej e pyesim se si ajo mendon se të huajt ja dalin me kostën e lartë të jetesës në Shqipëri. Pakone, nari, pale, pagun për nari, që s'ka mosi. Ka njerës që kanë leverdije. Ti më të marrësh një vend, për shembull, po ke leverdije se bën rrëdha telën, edhe ta jep shpina, ta për ashtu, tjetër që jep me shumë. Unë besoj që paguhet. Dhe më thonë që unë, ndim që paguhet. Paguhet se me qenë që janë me qera, janë me shumë. Si prebona i biznesi që ka marrë, ja i pronari që ka marrë. Për ta na flet edhe shitja një prej marketeve në zonë,
që i përshkruan si punëtor të përkushtuar dhe u anjeh vështirësinë e të punuarit larg familjes dhe vendit të tyre, ashtu si shqiptarët prej dekadash. Sotën pra si dinga influencatën që kurrinë të krinë nga janë në vera nuk e dije. Di u marrë që të që me dhe vështu me kisha. Të pasë po, të pushë ka herë. Edhe se kam ide as nga janë, as që punojnë, as kurrinë. Vetëm thjesht i kam pasë, kanë nga të gjatë bukele kanë. Po të gëna në shmekosë, s'ka shqiptarë. Familje kanë ne si kanë shku shqiptarë të fillimit të 90 se kanë shku emigrat, itën në gjatë vogël edhe punë. Të punësuar nga vendet e huaja gjenden shumë edhe në sektorin e shërbimeve apo call center. Kryesisht janë studentë që vinë në Shqipëri për të studiuar e që pas studimeve kanë synimin të integrohen në tregun evropian të punës. Ata përballen me një sër vështirësish dhe sfidash që lidhen me kufizimin gjuhësor, por jo vetëm. Për këtë do të flasim me një koordinatore për studentët e huaj në një universitet të vendit tonë. Momentalisht jam përgjegjëse e zyrës së studentëve ndërkombëtar, pjesë e një universiteti dhe merrem me pjesën e menaxhimit të studentëve dhe kur ka nevojë për ndihmë si nga ana akademike apo dhe nëse është e nevojshme pjesën e jetesës në Shqipëri, jetën sociale. Kemi një numër të konsiderueshëm, duke qenë se universitetet në Shqipëri janë duke u përpjekur të bashkëpunojnë me agjenci apo vende të ndryshme që të tërheqin dhe studentë ndërkombëtar. Kryesisht nga cili kontinent janë studentët, janë nga Evropa apo më tej? Ka të ndryshëm, ka nga Europa, po një numër më i vogël, kryesisht Azia dhe Afrika janë ndër vendet që ka më shumë studentë që synojnë. Ndoshta e shohin dhe si një mënyrë dhe mundësi më të mirë që më vonë të kenë mundësi dhe për mastera apo dhe për pozicione pune për në Europë. E shohin studimin në Shqipëri si një zgjidhje më e mirë kundrejt studimeve në shtetin nga vinë? Po, si për faktin e pjesës financiare, se mund të jenë pak të shtrenjta, por jo aq sa mund të ishin në vendet europiane apo dhe në universitetet e tjera në shtetet e tyre. Dhe shën si një mundësi më të mirë, duke qenë se po të mbarosh në një vend që është në kontinentin europian, jo aq shtrenjtë sa vendet e tjera, është pak a shumë mendoj dhe me që më kanë thënë disa prej tyre, një mundësi e mirë që të vazhdojnë më tej për në një farë mënyrë një të ardhme më të mirë për financa më të mira në momentin që do diplomohen dhe më të gjejnë punë apo siç thash dhe më sipër për pjesën e masterave. Detyrimin kryesor kundër studentëve ka agjencia apo universiteti? Tani agjencia bën atë lidhjen kryesore, pastaj për pjesën e mësimdhënies dhe të gjitha të tjera të universiteti, pjesën e financave mbulohet nga vetë studenti. Vetëm në rastet që ata mund të kenë pas rezultate shumë të mira që mund të kenë përfitim bursa. Dhe është me meritokraci, nëse vërtet kanë rezultate të mira dhe vjetre që gjatë intervistave apo dhe proceseve të bursave që janë, nëse vjetre që vërtet kanë kapacitet, nuk është se ja mohon njëri atë të drejtë për të marrë bursë. Sa të vështirë kanë nga ana financiare? Po nuk mund të them që vjen nga shtresa e pasur e shoqërisë, mesatare ose non mesatare, por e shohin si një sakrificë për një të ardhme më të mirë. Normalisht kanë edhe dëshirën që në momentin që vinë dhe studiojnë të gjenden ndonjë punë part-time, ose në qoftë se gjende full-time për ta dhe dëshirat e tyre është mirë, gjë që mund të ndikojë më vonë pastaj edhe pjesë mosimarrjes, se nuk të mjaftojnë orët e ditës për të punuar full-time, për të qenë edhe në shkollë, për të pushuar, për të fjetur. Kanë të vështirë të gjejnë punë? Tani një pjesë e tyre kanë gjetur punë, them të drejtën me sa kam pyetur, pjesa dërmuese janë duke punuar në të zezë. Nuk është se të gjithë u ofrojnë kontrata pune, megjithëse ata sipas vizave që kanë të drejtë të punojnë part-time. Po jo të gjitha vendet në Shqipëri kanë dashamirësim për të ndihmuar. Jo më larg se këtë javë, disa prej tyre më thanë që i kishin mbajtur në vende të caktuara pune për rreth 20 ditë apo një muaj dhe më pas i kishin hequr pa ndonjë arsye specifike dhe pa i paguar. Si bien kontakt me punëdhënësin zakonisht? Shkojnë në për vende të ndryshme, më shumë kanë synuar restorantet, baret, kuzhinën, pastrimin. Disa prej tyre më kanë thënë që kanë kërkuar punë dhe në lavazho, domethënë këto punë më së shumti. Personat që dinë më shumë se një gjë të huaj kanë synuar dhe centrat e shërbimit të klientit, ata janë ndër më të kënaqurit dhe nuk është se kanë pasur problematika të tilla, se janë në rregull dhe me pjesën e kontratave dhe të gjitha.
Pjesa tjetër që ka synuar më shumë të pjesën e shërbimit, në për restorante apo bare, është shkojnë në restorante të ndryshme dhe flasin me pronarët, bën ndonjë intervistë me ta, dhe në varësi të vendit i marrin. Disa prej tyre thash janë okay, nuk është se kanë pasur probleme, kanë marrë edhe pagesat e tyre, por ka pasur dhe plot raste që përfitojnë, gjë që nuk është se më bën fort abise, nuk mendoj se kanë personale vetëm me persona që nuk janë nga Shqipëria, se persona të tillë e bëjnë këtë gjë dhe me shqiptarët, që mund të kenë nevojë dhe nuk do donin që të paguanin siguracionet sepse u duhen ato lekë për të mbajtur familjen. Të njëjtën taktikë ndjekin edhe me personat e huaj, sidomos kur mund të ketë edhe një barrierë gjuha, se në fund të ditës anglishtja është gjuha e përbashkët dhe ti mund të luash si të duash me një person që vërtet nuk e kupton gjuhën shqipe dhe nuk ka shumë njohuri të gjuhës shqipe. Për fat të keq ndodhin këto abuzime apo përfitime nga persona që kanë nevojë për punë. Ka ndjenin tënde ndonjë strukturë të posaçme kundrejt këtyre abuzimeve në ambientin e punës? Jo, nuk ka. Nuk është se kemi ndonjë lloj sindikat që mund të ndihmojë punëtorët. Dhe thash, është edhe kjo pjesa që duke qenë se ata e shikojnë si një nevojë, nuk është se marrin mundimin që t'i pyesin më shumë për kontrata, megjithëse ne përpiqemi që t'i këshillojmë, që shikoni të gjeni ndonjë vend ku mund të firmosni një kontratë, qoftë edhe nëse kontrata thot part-time, po mund të bini në ndonjë marrëveshje që të paguheni dhe për orët ekstra që rrini. Pra, jo gjithmonë ndodh kjo apo funksionon kjo gjë. Din ata mirë që mand vizës tyre kanë të drejtë punojnë, apo thjesht fatkeqësia që vendi i punës nuk ja ofron dhe bien dakord me faktin që bien dakord me faktin që do marrin lekët kesh në dorë dhe duke qenë se u nevojiten për shpenzimet e tyre, për jetesën e tyre, është bien dakord me këtë pjesë. Kanë probleme me oraret mësimore, domethënë përballje midis orareve. Ka patur, megjithatë, të më kemi shpjeguar që pjesa e mësimdhënies apo pjesa e mësimit apo paraqitja në shkollë ka rëndësinë e vet, se në fund të ditës arsyeja pse kanë marrë këtë nisëm, këtë sakrificë përsipër është pjesa e mësimit. Pavarësisht po mund të kenë nevoja dhe financiare, nuk e vë në diskutim, ama në fund të ditës gjithë ky shpenzim që kanë bërë këta apo familjet e tyre, fokusi kryesor duhet jetë mësimi. Ne më përpjekur që ti shtym pak më tepër drejt kësaj dhe të themi që nëse vërtet keni dëshirë për të gjetur vende pune, të synojnë orare pas mësimit, duke qenë se mësimi kryhet në mënyrë të konsistente dhe nuk është se ka orë apo tolerime që mund të largohesh kur të duash dhe të sillërsi të duash, duhet të marrim pjesë. Ka pasur pyetje që a mund të ndryshojmë oraret, a mund t'i bëjmë oraret më të shkurtra, po a kemi shpjeguar që është një kurrikull, është një program që duhet ndjekur dhe ne nuk është se mund të bëjmë lëshime për çdo, se në momentin që do fillojmë të bëjmë favorizime me studentët ndërkombëtar, bie duhet të bëjmë këto favorizime edhe me studentët shqiptar, sepse duhet të tregojmë të drejtë në fund të ditës. Dhe nuk duam që të krijojmë një lloj hendeku apo një lloj përplasje midis studentëve shqiptar apo ndërkombëtar, se po favorizon dikë apo pse nuk favorizon dikë tjetër, dhe jemi përpjekur të tregojmë sa më të drejtë me këtë pjesë, si për t'ia shpjeguar atyre që të kuptojnë si qëndron realiteti, edhe për të qenë dakord edhe me pjesën e rregullore së universitetit. Sa e lehtë është për ta për të përshtatur me kulturën e punës? Dëshirën e kanë, por ka dhe vështirësitë e veta, sidomos kur janë mësuar me një lloj metode specifike nga vendi ku vjen, dhe në momentin që ka një lloj barriere gjuha, në fund të ditës, se sado, ka plot në Shqipëri që din anglisht dhe gjuhë të huaja, por në të njëjtën kohë ka dhe plot që nuk din aq shumë, dhe normalisht në jetën e përditshme, në dyqane, jo të gjithë mund të arrijnë të flasin anglisht, megjithëse vitet e fundit dhe Tirana dhe vetë Shqipëria kanë ndryshuar goxha dhe moshat më të rritura, domethënë janë përpjekur të adaptohen dhe të mësojnë anglisht për shkak të turistëve të shumë që ka patur e të gjitha. Por pra, vështirësitë ekzistojnë, barriera e gjuhës ekziston. Megjithëse po përpiqen të mësojnë shqipen, por nuk është aq e lehtë shqipja, e dim që ka vështirësitë e veta dhe
do kohë sa të ambientohen plotësisht. Mësimin e gjuhës shqipe e bëjnë nga dëshira, nga nevoja, apo e kanë detyrim kundrejt shkollës, lëndët mësimore? Jo, do mësimdhënien, domethënë mësimin e bëjnë në anglisht, ama mësimi i gjuhës shqipe ofrohet në mënyrë që ata ta kenë më të lehtë adaptimin në Shqipëri. Si për pjesën e jetës së përditshme, apo dhe nesër pas nesër në se u duhet të shkojnë në ndonjë praktik apo në ndonjë internship që mund të ofrohet, të paktën të dinë një lloj komunikimi, qoftë edhe daily life bazik për jetën e përditshme. Për këta që punojnë në call center, sa të lumtur janë kundrejt kushteve të punës, mendon ti se janë futur në call center që janë pa lishëm në Shqipëri apo? Jo, me sa kam folur në fakt janë call center të lishëm dhe më vjen mirë për këtë se e kisha pak me merak në fillim të them të drejtën. Call center të lishëm dhe janë shërbim klienti. Me sa i kam pyetur ata që janë në këto call center janë goxha të lumtur si me pjesën e pagesës, si me pjesën e orarit dhe me kushtet e punës. Nuk është se kanë patur ndonjë shqetësim apo qoftë edhe diskriminim a diçka të tillë. Tipse call centerve, fal zotit, janë okay. Ku jetojnë? Jetojnë në Konvikt, në qytet. Dhe punojnë në Tiranë? Po. Kanë të vështirë pjesën e urbanit, transportit, punë, shkollë, shtëpi, shkollë? Në fillim ka qenë pak, por jemi përpjekur t'i orientojmë në bazë të ngjyrave të urbanëve, ja kemi shpjeguar dhe stacionet, mënyrën se si mund të orientohen në urbanet. Ka pasur një 2 nga 3 sa tek tuk, sidomos me Tiranën e Re dhe Kamzën, dhe institutin që kanë të njëjtën ngjyrë, pavarësisht se u kam shpjeguar që duhet të lexojnë pjesën sipër, por në moment nxitimi në mëngjes më së shumti mund të ke pasur ndonjë nga 3 të vogël. Na kanë telefonuar se na kanë shkruar, u kemi shpjeguar se si duhet të kthehen pas në mënyrë që të pastaj të hipen tek urbani i duhur. Çfarë problematikash hasin ata kryesisht gjatë jetesës këtu? Problematikat që kanë raportuar janë problematikat që hasen më së shumti në shoqërinë tonë, sidomos nga gjinia femërore, që janë ngacmimet. Dhe ngacmime jo vetëm me fjalë, ka pasur në disa momente, po dhe prekje fizike, tërheqje nga krahu, hajde në hotel, ofrime të gjërave të ndryshme, i kanë ndjekur në rrugës kur kanë qenë për të kthyer nga qendra nëpër shtëpi apo nëpër konvikte. Më kanë raportuar më së shumti gocat normalisht, më kanë raportuar situata të ndryshme. Në disa momente më kanë raportuar dhe faktin që kanë pasur pak frikë se ka pasur nga këta persona që duan të tregojnë një lloj force me armët e tyre të ftofta dhe jo vetëm. Nuk i kanë kërcënuar drejt për së drejti, por thjesht kanë treguar që i kanë, ndoshta për t'i intimiduar, ndoshta për t'i trembur për një arsye apo një tjetër, nuk e di. Nuk kanë qenë shumë të shpeshta kjo pjesa e armëve, po pjesa e ngacmimeve ka qenë ndër më të shpeshtat. Gjë që është e trisht, po është për fat të keq një realitet që e hasen rëndom të gjitha gratë dhe vajzat. Ndonë se kjo ndodhë më tepër me studentët e huaja, duke qenë se me idenë që s'kanë ku shkojnë, nuk kanë ku mbrohen, barriera patjetër gjuhës, denoncimet, ndoshta nuk i kryen dot, domethënë. Mendoj se i shohin në një farë mënyrë si një mënyrë më të lehtë për t'u treguar, ndoshta për të bërë veprime ndoshta pak më të tepruara, domethënë. Pikërisht për këtë që përmendet ti, për faktin që ka barrierë gjuhë, për faktin që mendojnë se mund të jenë këtu ilegalisht, gjë që nuk është e vërtetë. Se në fund të ditës nuk është se kanë nga ta di një qytetar i zakonshëm se për çfarë arsye kanë ardhur këtu këta persona nga një kulturë apo nga një nacionalitet tjetër. Dhe mund të dalin në përfundime që mund të jenë këtu në mënyrë të palishme dhe pse jo të përfitojmë. Nuk mendoj se është thjesht ndaj studentëve apo studentëve të huaja, mendoj se ndodh rëndom në shoqërinë tonë, por mendoj se me to mund të kalojnë ku mund të bëjnë një veprim se është pak më të tepruar, pikërisht se mendojnë se janë më të pambrojtura. Di për raste që ndodhin në ambientet e punës, e kanë pas të vështirë? I kanë pyetur, pikërisht për të kuptuar se si funksionon dhe në qoftë se do ishte nevojshme dhe për të shkuar dhe për të diskutuar në vendet e tyre të punës, dhe pse nuk është diçka që
më takon, ama do ta bëja nëse do ishte e nevojshme, por deri tani jo, në vendet e punës nuk kam patur probleme të tilla, më së shumti janë afër qendrave tregtare, afër dyqaneve, nëpër lagje. A raportojnë raste kur ata ndihen jo të mikpritur në Shqipëri? Të jem e sinqert, në fillim fare, unë i kam treguar realitetin. Domethënë nuk kam thënë do keni persona që do janë goxha të sjellshëm, shumë mikpritës, por në të njëjtën kohë do keni edhe persona që do bëjnë komente, qoftë në shqip, qoftë në anglisht, do ju shikojnë çuditshëm, apo do ju afrohen jo me një lloj, domethënë lumturie të madhe në fytyrë, mund të duken dhe agresiv, jam përpjekur që tu tregoj, domethënë çfarë do lloj situate që mund të hasin, tua parashtroj, që sido që të vinte puna, të mos kishte agravime, të mos kishte shqetësime nga ana e tyre. Domethënë nuk është se nuk e prisnin, duke qenë se ju kemi thënë dhe në fillim, ama po më kanë thënë që ka pasur situata që u bëjnë komente, u vënë epitete të ndryshme, u kam thënë që t'i shmangin, i kam thënë t'i ignorojnë. A rastis ndonjëherë që këto komente të bëhen edhe kur ti je pranishme me ta? Si e ndjer? Dhe për sa kohë këto komente janë bërë në Shqip, kur unë kam qenë prezente dhe duke biseduar me këta dhe mund ta shikonin qartë që ishte një shqiptare duke folur me këta persona, nuk më vinte mirë që t'i dëgjoja. Nuk më pëlqen që kjo gjë të ndodhi, se në fund të ditës shqiptarët janë një nga popujt që janë të përhapur në shumë vende të botës dhe ne në momentin që jemi jashtë dhe na bëjnë një lloj racizmi, na thonë të gjithë që jo po merreni me drogë, jo po vidhni, apo ku di unë, nuk na vjen mirë. Dhe në qoftë se jemi 100% me të drejtën tonë dhe po punojmë legalisht apo po studiojmë legalisht, ne nuk na vjen mirë kur këto gjëra ndodhin. Kështu që dhe mua nuk më vjen mirë që ne, ky popull që ndihet tërkohën sikur na diskriminojnë, nuk kemi pse ta bëjmë me të tjerët. Dhe janë të lumtur me Shqipërinë? Tani janë më të mësuar, janë më okay, ndihen më mirë. Në fillim nuk është se ishin më të lumturit, se është edhe pjesa e ndryshimit kulturor, të gjuhës, të gjitha që përmendëm dhe të qenit larg njerëzve të dashur, familjes, por me kalimin e kohës dhe më sa i kam pyetur, më përgjigjen në shqip thonë shumë mirë. Kështu, në këtë episod të parë të këtij podcasti, nga disa perspektiva arritëm të shqyrtojmë sfidat dhe realitetin me cilin përballen emigrantët sezonal në Kamës. Rrëfimi nga vetë emigranti, qasja mikpritëse e zonjë dallëndyshes për ta, vëzhgimi krahasues i shitjes që i ka rastisur në ata në dyqanin e saj, si edhe këmbvështrimi koordinatores e cila ka parë më afër problematikat që këta emigrant hasin. Na ndihmon të kuptojmë vështirësitë që ata kalojnë në një vend të huaj, si edhe të reflektojmë mbi sjelljen tonë ndaj tyre. Për më shumë, ju ftojmë të lexoni artikullin Nga toka e premtuar në të dëbuar, jeta e padukshme e punëtorëve emigrant në Kamës, e gazetares Kristina Milona. Si edhe ju ftojmë të na ndiqni në rrjetet tona sociale, Instagram, Facebook dhe Spotify.